thjesht për t'ju nënvizuar për shembull teatrin kombëtar, ku ne kemi pasur një ndryshim të rëndësishëm edhe në administrim dhe në menaxhim, ku kemi 627% më shumë bileta në periudhën që ju fola, pra për 2 muajt e parë të vitit, dhe ku kemi 552% më shumë të ardhura. Pra mendoni, teatri kombëtar mund të bëj më shumë shfaqje, mund të bëj më pak shfaqje, për ne e rëndësishme është që ato të jenë shfaqje të nivelit të lartë dhe mund të jenë shfaqje që mund të jenë edhe sold out, mund të jenë shfaqje të cilat mund të jenë më popullore apo më pak popullore, por shifrat janë kokëforta, ato flasin shumë qartë, që ka një menaxhim i cili gati bërtet për nga një administrim shumë herë më i mirë. Kemi në teatrin eksperimental gjithashtu një rritje prej 67% më shumë bileta dhe 155% më shumë të ardhura. Kemi 188% më shumë të ardhura në Qendrën Kombëtare të Kulturës për Fëmijë, ku një drejtoresh si Melsi Qirici atje po bën goxha sukses me menaxhimin e gjithë shfaqjeve, të gjithë ndërveprimit me fëmijët, të gjithë programeve, të gjithë kalendarit dhe ku na vjen keq ta themi sepse nuk kemi ende një biletë elektronike që mund të blehej nga celulari, por ku kemi radhët më të gjata për të bërë bileta nga prindrit me fëmijët e tyre si asnjëherë më parë. Kemi 591% më shumë të ardhura nga cirku kombëtar, i cili edhe pse në kushte të vështira, i cili edhe pse ende i pasistemuar përfundimisht me çadrën e vet dhe me themi një qendër ku mund të kryejë aktivitetin e vet, për cilin ne po punojmë në Bashkëpunimin e Bashkinë e Tiranës për sigurimin e terrenit dhe për sigurimin si vjet me fondin e alokuar të çadrës së re, po edhe të ambienteve të stërvitjes, edhe të ambienteve të trupës për sa i takon anës administrative dhe anës përgatitore, dhe prap cirku kombëtar dhe në kushtet që jemi, duke punuar në disa salla, të cilat ne i vëmë dispozicion në institucionet caktuara, ka 117% më shumë bileta dhe siç e theksova, gjithë rritje në të ardhurën. Kemi mbyllur thirrjet për projektet kulturore dhe turistike,